Ne jemi dëshmitar që njëri prej rrezikeve është që disa prej tyre që bëjnë komente kërcënuese kanë problema edhe me ligjin. Kohën e mëhershme kem pas mungesë të informacionit. Sot është një fenomen i ri që shoqëria ka tengopje me informacionin. Çka nuk kupton kjo? Ne sot brenda 24 orëve kemi jashtëzakonisht informata shumë. 90% atyre informatave në realitet nuk janë të dobishme për ne. Nuk na ndihmojnë as në jetën tonë përditshme, as profesionin tonë, asgjë. Përkundrazi, na pengojnë me jetu një jetë reale. Një element tjetër që është rrezik jashtëzakonisht i madh është që po ndikon tek gjeneratat e reja që të kenë shumë më shumë depresion. Penzit, sepse krijon varësi, pastaj varësia. Përveç varësisë, penzit edhe një lloj smire, një lloj xhelozie, sepse shpesh në rrjetet sociale shfaqen jo shpesh, por gjithherë pothuajse përveç përkujtimeve me rastet mortore që është si njoftim, gjitha rastet tjera, gjithë ata që i përdorin rrjetet sociale, të i përfshi edhe politikanët dhe figurat publike, promovojnë vetëm momentet më të lumtura, vetëm momentet e suksesit, dhe krijohet përshtypja që disa individ këtë jetën e kanë të lumtur dhe nuk i mungon asgjë tjetër. Dhe në realitet, ai persone që ndikohet nga këto pamje, shpesh i mungojnë shumë gjëra dhe në realitet fillon një depresion. Por e vërteta është që ajo është një lloj manipulimi, sepse asnjë person në jetë nuk e ka një jetë mrekullueshme. Gjithkush e ka një jetë me sfida, me probleme, normal problemet dhe sfidat mund të dallojnë prej rastit në rast, por këtë aspekt është një rrezik që gjeneratat e reja nuk e kuptojnë jetën reale nga jeta virtuale. Dhe shumica prej tyre mandej po kanë probleme të depresionit. Dhe besoj që ky kish më qenë rreziku numër 1 që duhet trajtohet edhe në shoqërinë tonë.